Heu ku jela hut shqiptare, me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe Një ndër njerëz që ka shkruajtur më shumë për këtë është Sami Frashi. Tani ju e dini që nga 3 vëllezërit Frashit, ky ishte më relevant më i ditur, ne njohim më shumë Abdylin dhe Naimin. Dhe ai thot në memuaret e veta, thot Hoxha Santasini thot, haronte të hante buk. Dhe ku shkoje thot në këtë shtëpinë e tij, ai ishte i rrethuar thot edhe i piktura muret me kozmosin, me trekënqa, me studionte ka sa libra shumë interesant, madje edhe për psikologjin, ne ja kemi botu, në vitin 1860-1870. Edhe ndërkohë, ky i thret Vaso Pashën dhe Kristoforidin dhe këta gjithë, dhe i thot, Turqia thot është duke hik. Ne thot, duhet fillojmë të shpallim se ka qenë një çik çapraz nga natyra. Thot duhet shpallim më vetësinë. Dhe hyn bashkë me këta dhe ka bërë fjalorin e parë shqip. Dhe kush ishte debati? Nisën këta për të bërë këtë gjë, i kuptoi Turqia sultani, ikën ca, ngeli vetëm ky me këta që po themon. Dhe ka një fjalë shumë bukur kur thot, gërmat thot, duken sikur janë si krahat e milingonave, pra të vockla. Pra gërmat i ngjajnë, mota më ka thënë, gërmat i ngjajnë këmbëve të milingonave. Por, në fakt, ato janë një armë shumë e fuqishme për të sëndërtuar një këmbë. Dhe ka dhe shprehjen pastaj perfrazon Leipzig, i cili thotë, më jep një gjuhë të mirë të t'jap një këmbë të mirë. Dhe hyn tani dhe fillon debati. Kristoforidi ishte që të përdorin alfabetin latin. Vaso Pasha ishte që të përdorin atë katolik. Një pjesë tjetër ishin që të përdorin alfabetin arab, le themi, se ata osmanishtën një përzierje ndërmjet arabishtës dhe persishtës. Ky thotë, jo, ne duhet kemi thotë gjuhë, një alfabet komplet tonin, thotë, që mos i ngjaj këtyre, sepse ju e dini si kemi komshit. Dhe prodhon një alfabet, në mos gabim, 24 shkronja, bin dakord, por nuk ishin para që ta shtypnin. Dhe në këtë moment, ky bjen sy të Turqisë, pra të autoritetet, dhe ky shkon në Francë. Sepse kur iku nga rektori i Universitetit të Stambollit, Universiteti Bordeaux i thotë hajde këtu rektor. Aq i madh ishte për kohën. Po të debate teologjike me disa në Paris. Dhe ky tani në rrugën e kthimit nuk shkon më në Stamboll, po ndalon se linja ka qenë Trieste Vlorë dhe pastaj vazhdon në poshtë dhe ndalon në Vlorë. Vjen në zonën Çamëris, hap shkollat shqip, bën dhe i çet kundra Turqisë dhe me që ishte dietar i madh dhe islam, shkon në Delvin, ishte akoma Turqia aty, edhe ditë premte që ishte ditë xumaje, mban falje dhe mban hutbë, ajo që mbahet para xumas. Dhe pasi flet për atë temën fetare, në fund fare thot, ne thot jemi kombi lasht, dhe ne thot duhet jemi më vete. Prandaj thot ne duhet jemi më vete, duhet hikim nga Turqia. Besimtarët e morën këtë si ku po e thote si një urim. Jo, urim që po e thote ky më i madhi i fesë, dhe gjithë xhamia thot amin, u bofs kështu si me thonë. E arrestojnë në moshën 7 vjeçare. Dhe çojnë në Çanakkale. Dhe në memuaret e Ismail Xhemalit tregon që Avni Beu ishte ministri i brendshëm i Turqisë. Dhe Ismail Xhemali që në atë kohë drejton dhe parlamentin, shkon të i thotë se ky ishte mësues i gjithë, i thotë shiko lirojnë atë. Jo, i thotë ai si ta lirojnë thotë. Ky do me shpik thotë i fe të re, shqiptarizmën. Se kështu i thonë. Edhe e thresin Asantazin dhe i thonë, ti do të krijosh një fe? Jo, thotë.
bota thot ka më shumë fe, thot, se që ka nevojë, thot. Pra nuk shpik do t'i fet. Edhe këto që janë shumë ishte ideja. Por unë, thot, po flas për shqiptarizmën, për kombin tim, që duhet jetë në vete. Edhe thot Avni Beu, Ismail Qemali, thot, po si ta lirojnë këtë, që si flet ky? Dhe Ismail Qemali thot, digjoj, thot. Ju e dini, thot, që Asantasini Shikok ka që madhe, sa që shumë herë gjinja nuk e kupton se çfarë thot. Nuk e ka gjithë, po e ngatrojnë. Dhe i dit garant që ta lirojnë. Lirohet, shkon Stamboll, dhe dilte rrugëve Stambollit dhe i bënte thirrje zabitëve shqiptar, pra kush ishte do të hatë bëmi batalion që dalim në mbështetje të Shqipërisë, sepse po coptohen atë kohë. Pra një ndër figura. Ka dhe shumë figura tjera që i bëjnë nder dhe i bashkojnë kolanës figurat mëdhaja të kombit shqiptar. Po ndoshta u zgjata shumë në këtë pjesë. Shqiptarët e Qeverisë erdhën në Shqipëri, pjesa më e madhe. Në Klogjër ndodh, le të themi, tragjedia tjetër e shqiptarëve të Qeverisë, sepse aty sapo erdhën në territorin shqiptar, jemi në qershorin dhe korikun e 1944-s, kohë shumë e nxehtë, dhe për 3 muaj aty ndrojnë jetë kryesisht pleq gra dhe fëmijë nga smundja dhe nga uria dhe nga përujë, 2900 shqiptarë Qeverisë të tjerë. Ky është vendi që ne kemi ndërtuar varrezat monumentare të Klogjërit, që shkojmë çdo vit të bëjmë peregrinazh. Fillimisht, nga që provokacionet greke vazhdonin 48-a, 49-a, 46-a, ligji i luftës në fuqi, Greqia me pretendimet territoriale që ka sot e kësaj dite, shqiptarët e Qeverisë administrohen nga lidhja e kombeve nga undra, nga pra që të ndihma amerikanët për refugjatët e luftës. Dhe kanë pas këtë status, refugjatë të luftës. Bëhet në 1945-ën kongresi parë antifashist Çam, që Çam të organizuan dhe le themi krijuan edhe rekordet e masakrës, emrat, pasuritë tjerë. Dhe shumë nga këta shqiptarë të Qeverisë u integruan në partizanët, në qeverinë e kohës. Shumë nga ata shkuan pastaj u shkolluan dhe në Bashkimin Sovjetik. Dhe ka qenë një periudhë që shqiptarët e Qeverisë, le të themi, trajtoheshin mirë. Mirë në kushtet e kohës ku Shqipëria vetë ishte e varfër. Pastaj kemi një moment tjetër kulmor në historinë e Qeverisë. Jemi në vitet 58-60, kur Shqipëria doli nga Traktati i Varshavës. Në jug ishte akoma në fuqi ligji i luftës. Jemi para juntës kolonelëve, po pretendimet ishin gjithmonë. Dhe që kjo pyetje fare, po mirë, ne ikëm nga Traktati i Varshavës, po si s'na ofru perëndimi. Sepse është ai lapsi i famshëm që ne ishim 50-50. Nuk na harroj Stalinin ne kur deshëm u bë Republika e Shtatë e Jugosllavisë. Po u zi Tito me Stalinin që shpëtuam atëherë. Ka dhe një merit madhe rrjeshtimi i Shqipërisë me forcat fituese, pra antifashiste, sepse siç e dini nga historia, në konferencën e paqes të vitit 1946, kryeministri grek Tsadarisi ngriti pretendimin që Shqipëria nuk duhet ishte vend mik me alatët fitues, sepse thanë Shqipëria, ky ishte pretendimi i Greqisë, ka sulmuar Greqinë, pra jo Italia, Shqipëria ka vrarë kaq fshatra kështu ashtu, dhe përdorën një shembull shumë interesant. Presidenti i kohës ka qenë Omer Nishani në atë kohë, i Shqipërisë. Dhe nxjerrin testrën e Omer Nishanit që në vitin 1941 a 42 kishte qenë antar i fashës, pra i organizimit të Partisë Fashiste. Dhe thonë, ja, ky ka qenë fashist. Pra janë këta fashistët. Enver Hoxha mban një qëndrim shumë të mirë aty, pra e mbrojti këtë gjë. Dhe janë vënë vetot nga Polonia, nga Ukraina dhe nga Çekoslovakia që kjo mos të bëj fakt. Pra ky ishte, le të themi, një akt shumë i rëndësishëm që siç u kujtoi edhe tjetrën që nga të gjithë qeveritë në ekzil, Anglia vetëm mbretin Zog nuk njohon. Sepse
ishte bashkuar me pretendimet greke për Vorë Epirin që do diskutoheshin mas luftës së dytë botërore. Sepse dihet fillimisht mbreti Otto, pastaj ishin lidhur me gjerman, pastaj ishin lidhur me anglezët, pra vazhdonte kjo histori. Vim në këto vite sepse ka prap një moment kulmor për historinë e shqiptarëve të Çamërisë. Enver Hoxha, siç ju thash, kishte frikë nga jugu, pra nga Greqia, dhe deshte krijonte neutralitetin e Shqipërisë. Pra ne dinim nga Traktate Varsavie nuk ishim më të mbrojtur. Ju e dini mobilizimin që krijoi baza e Pashalimanit, pra për herë të parë rusët dolën mes dhe flota 6 amerikane është vendos atëre dhe gjithë Italia është fortifikuar me avianon në këtë kohë. Atëherë çfarë bëri? Inskenoi komplotin e Temesekos. Ishte kundër admiralit flotës në atë kohë. Dhe gjithmonë ai regjim krijonte kështu komplota. I Mehmetçeut, i këtij, i atit në vite. Çuditërisht është e vetmi komplot që në propagandë nga vitet 60 dhe sot nuk e njohin si komploti Çam. Pra nuk ishte më komploti i këtij atit Beqir Ballukut, Mehmetçeut, aça ishin këto me radhë që dolën tradhtar, i nxirrte çdo vit. Temesekovit, ky ishte komploti Çam. Dhe këtu lind ajo që ne u bëm qytetarë dorës dytë, pa besë e këto stigmatizimet negative. E kisha pyeti që po vi vetë. Ja ta them pse. Pse regjimi komunist? Këtë po të shpjegoj. A është vërtet që i ka trajtuar keq dhe pse arsyeja? Kjo është arsyeja. Pra, që ne shqiptarët e Çamërisë mos bënim atëherë, se i hapim probleme dhe provokoi Greqia për ta sulmuar Shqipërinë, ndërkohë që ne ishim dalë nga Traktate i Varshavës, ai duhet të denigronte dy popullsi ka denigruar, shqiptarët e Çamërisë dhe edhe kosovarët deri diku. Tani sa e vërtet është kjo? Po ta them me një shembull tjetër. Nga viti 1960 deri në vitin 2011, po flas 2011 tani, ti nuk ke në shtetin shqiptar prej 50 vjet asnjë funksionar të lartë Çam. Për herë të parë, po diuja në vitin 2011 bëri kryetari në shoqatës Çamëria zëvendës ministër të jashtëm. Adrian Tano. Edhe mbas demokracisë nuk ashtu? 2011 apo të them. Vetëm kur u fut po diuja. Po cila është arsyeja? Pra, për 40 vjet vazhdoi një marginalizim me stigmatizim negativ për këtë popullsi. Pra s'kishte bënë me regjimin, sepse edhe në demokraci vazhdoi të gjë. Po sa vazhdon karriera sot na thonë se ky Çami. Zoti Idrisi do të bëjmë një ndërprerje këtu, do të jetë fundi i pjesës së parë dhe nesër do të kemi pjesën e dytë. Kënaqësi. Po së nderuar, e ndërpresim këtu pjesën e parë, do të takojmë përsëri nesër në pjesën e dytë, do të vazhdojmë të sjellim historinë e plagës Çame në vite. Deri atëherë, mirupafshim. Më mëdheu. Më mëdheu. Quhet tokë. Ku më ka rënur kokë. Kam dashur më me atë. Ku më nje. Dhe guri thatë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Ku jela hut shqiptare me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh me je gjeto bashe